njerëzit për në haqë. Cilat njerëz? Vdiq Ibrahimi a.s. dhe nuk i pa miliona njerëz të cilët do të udhtojnë për në haqë. O Ibrahim, ku po na len këtu, ku nuk ka njerëz, ku nuk ka jetë. O Ibrahim, a Allahu të ka urdhëruar? A Allahu ka urdhëruar që unë të falem? A Allahu ka urdhëruar që namazi të bëhet edhe në shkollë, edhe në punë? Sa jemi musliman. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, në këto ditë të ibadeteve të ndryshme, të ibadeteve të mëdhaja, të cilat jemi munduar të realizojmë kohë pas kohe, në këto ditë kemi përkujtuar një prej modeleve më të mëdhaja, një prej shembujve më të mirë, të cilët kanë ekzistuar gjatë gjithë historisë islame, një njeri i cili na tregoi modelin e sakrificës, na tregoi modelin e qëndrueshmërisë, na tregoi modelin e nënshtrimit ndaj Allahut azza wa jall, njeriu i madh, baba i pejgamberve, Ibrahimi alayhi salam. Kemi përmendur raste të shumta, kemi përmendur ngjarje të ndryshme të cilat ndodhen në kohën e këtij pejgamberit të Allahut azza wa jall, nga të cilat ne si musliman mund të nxjerrim shumë dobi. Në mesin e dobive të mëdhaja të cilat duhet të nxjerrim nga gjitha ato të cilat kanë ndodhur, është edhe nënshtrimi i plot ndaj Allahut azza wa jall. Ibrahimi alayhi salam na dha këtë model në momentet që Allahu azza wa jall e urdhëroi, e obligoi me urdhra të ndryshëm, me ibadete të ndryshme. Në momentin e parë që erdhi urdhri prej Allahut azza wa jall, Ibrahimi alayhi salam vetëm se ishte i nështruar, pa asnjë fjalë, pa asnjë mëdyshje, pa asnjë diskutim, pa filozofi fare, Ibrahimi alayhi salam u përul dhe ju nështrua Allahut azza wa jall. Në momentin që Allahu azza wa jall tha: "Wa adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq." O Ibrahim, thiri njerëzit për në haqë, do të vinë ata nga vendet të ndryshme, duke qenë në kam e duke qenë hypur. Thiri ata. Ibrahimi a.s. në Mekken e bekuar, në shkret të tirë, në kohën që nuk kishte njerëz, thiri ti njerëzit. Ky është modeli, kjo është shembulltyra, kur Allahu azza wa jall të thot: "Bane një gjë, veproj atë, realizoj atë për hir të Allahut azza wa jall." Mos u mendo
mos dysho fare, mos u mundot të filozofosh, mos u mundot të analizosh, mos të flasim të kundërshtosh fjalën Allahut Azza wa Jall. Kur Allahu të thot wa adhin fin nasi bil hajj, thiri njerëzit për në hajj, cilët njerëz, dhe kthehesh nga gjitha anët, në të djathtë dhe në të majt, dhe ti nuk sheh asnjë njeri. Vdiq Ibrahimi a.s. Vdiq Ibrahimi a.s. dhe nuk i pa miliona njerëz të cilët do të udhtojnë për në hajj nga gjitha vendet e botës. Mirë po ti bane për hir të Allahut Azza wa Jall. Suksesi nuk është i yti, rezultati nuk është i yti, ti bane për hir të Allahut Azza wa Jall. Allahu do ta jep suksesin, Allahu do ta jep shpërblimin, derisa Allahu Azza wa Jall e urdhroi atë edhe me sprovën më të madhe, me sakrificën më të madhe, me vështirësinë që e përjetoi Ibrahimi a.s. në momentet e shtrirjes për tokë djalit të tij të dashur Ismailit a.s. Mirë, po kur të thot Allahu, ma nuk ka fjalë. Kur të thot Allahu, ma nuk ka diskutim. Çdo ibadet, çdo urdhër prej Allahut Azza wa Jall është për të mirën e besimtarit. E shtriu për tokë Ismailin a.s. Tha Allahu Azza wa Jall, falamma aslama, kur ata u nështruan. Ky është mësimi, kjo është dobia që ne si musliman duhet ta nxjerrim. Kur ata u nështruan, dhe ky është kuptimi i fjalës musliman. Ajeti musliman, po, musliman nën kupton i nështruar ndaj fjalës Allahut, i nështruar ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi musliman, ne jemi të nështruar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, kur ata u nështruan, ushtri Ismaili a.s. për tokë, e vendoi kokën dhe faqen e tij në dhe. Tha Allahu Azza wa Jall, wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Atëherë thirrëm ne, o Ibrahim, e çove në vend ëndrrën tënde, e realizove urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Deri në atë shkallë sa që Ibrahimi a.s. e mori Haxherin me djalin e vogël Ismailin dhe i la në Mekke, në shkretëtir, ku nuk kishte bukë, ku nuk kishte ujë, ku nuk kishte njerëz, ku nuk kishte gjallësa. I la në shkretëtir dhe filloi që të kthehet. Ibrahimi a.s. kthehet, Haxheri i shkon mbrapa. O Ibrahim, ku po na lën këtu, ku nuk ka njerëz, ku nuk ka jetë, ku nuk ka ekzistencë. O Ibrahim, Ibrahimi a.s. nuk e kthente kokën mbrapa. O Ibrahim, Ibrahimi a.s. vazhdon të rrugën. Deri kur Haxheri ja bani një pyetje duke thënë, Allahu amaraka bi hadha. O Ibrahim, a Allahu të ka urdhëruar? Subhanallah. Kjo është pyetja të cilën duhet ta ban besimtari. Kjo është pyetja të cilën duhet ta ban besimtarja. A Allahu ka urdhëruar? Tha Ibrahimi a.s. po, Allahu ka urdhëruar. Idhen la yudayyi'una. Atëherë vazhdo ti, se Allahu nuk na humb asnjëherë. Këtë pyetje banja ti sot vetes tande si musliman. Allahu ka urdhëruar që unë të falem? Po. Allahu ka urdhëruar që namazi të bëhet edhe në shkollë? Po. Edhe në punë? Po. Edhe në zyrë? Po. Edhe në rrugë? Po. Thuaj vetvetes, atëherë Allahu nuk më humb asnjëherë. Allahu ka urdhëruar? Po. Mjafton kjo për besimtarin. Allahu ka ndaluar? Po. Mjafton kjo për besimtarin të jetë i nështruar, nga se nuk ka njeri që i kthehet Allahut Azza wa Jall e Allahu e humb atë. Nuk ka njeri i cili i kthehet Allahut dhe në jetën e tij mund të dështon. Çdo
çdo njeri i cili është nështruar Allahut Azza wa Jall ka arritur suksesin në dunja, e ka arritur dhe do të arrin shpërblimin Allahut Azza wa Jall në ahiret. Kështu ishte modeli Ibrahimit a.s. i gjithë pejgamberve me radhë, modeli më i mirë i njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu edukuan ata të cilët besuan, ata të cilët i than vetes musliman, ata u edukuan në këtë frim që kur të dëgjoj një gjë që e ka thënë Allahu Azza wa Jall, mos t'i bëjnë dy fjalë. Kështu ishte rasti, kështu ndodhi kur zbritën ajetet e ndalimit të alkoolit. Kur Allahu Azza wa Jall zbriti ajetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'u apërcjell besimtarve, të cilët ende në shtëpitë e tyre kishin shishe të alkoolit dhe bure të alkoolit, ndërsa Allahu Azza wa Jall ju drejtua atyre duke ju thënë: "Fahal antum muntahun?" A do të largoheni prej ti? Ala nuk ndaloheni prej ti? A do të përfundoni me pirjen e alkoolit? Sahabet i dëgjuan këto fjalë. Pas këtyre fjalëve dolën në rrugë, i hudhën shishet e tyre, i derdhën buret e tyre dhe përfunduan përgjithmonë me alkoolin. Kështu ishin ato gra në momentin që dëgjuan fjalën Allahut Azza wa Jall: "Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin", le t'i vëndojnë shamijat e tyre mbi kokat e tyre. Në momentin që zbriti ky ajet, gratë me nxitim vrapuan, u kthyn në shtëpitë e tyre, i morën pjesët e veshjeve të tyre dhe u mbuluan. E ato që nuk kishin shami, i coptuan disa tesha dhe u mbuluan, nga se Allahu ka thonë. A Allahu ka thonë një gjë, po u kry kjo për besimtarin. Sa herë ne në jetën tonë dëgjojmë që Allahu ka thonë dhe nuk nështrohemi. Sa herë ne në jetën tonë dëgjojmë që Allahu ka ndaluar dhe nuk nështrohemi. Atëherë shtrohet pyetja: sa jemi musliman? Sa jemi të nështruar ndë Allahut Azza wa Jall? Pas gjithë këtyre ibadeteve, Ibrahimi a.s. bani dua dhe tha: "Rabbana waj'alna muslimejni lek, wa min dhurrijetina ummeten muslimeten lek." O Zot, na bandaj teje musliman, na bandaj teje të nështruar dhe nga pasardhësit tanë musliman. Andaj ai i cili është musliman, ai është i nështruar ndaj fjalës Allahut, ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që janë të nështruar ndaj fjalës së Allahut. Allahu të na ban prej atyre që zbatojmë fjalën e Allahut. Allahu të na ban prej atyre që ecim në rrugën e Ibrahimit a.s. Për atyre që ecim në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për atyre që ecim në rrugën e sahabeve. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në xhenetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.